Këngëtarja Elina Duni së bashku me grupin e saj ka performuar këngët e albumit të saj më të fundit në festivalin multikulturor në qytetin e Beratit. Sot eventi ja ka lënë radhën të tjera aktiviteteve që kanë startuar me hapjen e panajirit të artizanatit dhe agrobiznesit. Më shumë se 30 artizan ka promovuar produktet e tyre në pedonalen e qytetit, ku binin në sy prodhimet vendase. Piktorët e vegjël të talentuar të qendrës Art Color kanë prezantuar ekspozitën e tyre të fokusuar tek qyteti muzei Beratit. Ky eveniment është shumë i rëndësishëm për fëmijët e grupit Art Color dhe fëmijët janë pjesë e rëndësishme e këtij qyteti. Ata marrin pjesë rreth me 40 punime, peizazhe kryesisht nga qyteti ymë për të lançuar vlerat e këtij qyteti që është qytet 2400 vjeçar. Një konferencë mbi trashëgiminë kulturore me ekspertë të fushës kanë mbledhur në Muzeun Onufri personalitetet e njohur të artit dhe kulturës në vend, ku kanë referuar Max Velo, historiani Ajet Nalbani, me pjesëmarrjen e fotografit Ronald Tasho, piktorët Agron Polovina, Daol Slafe dhe Eugen Kalfani. Pas rënies së komunizmit, ku përkujdesja ndaj trashëgimisë kulturore ka qenë jashtëzakonisht e reduktuar. Për këtë arsye mendoj se kjo konferencë vë gishtin tamam në plagë, duke thënë që trashëgimia kulturore ka rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për kulturën vetvete, jo vetëm për traditën vetvete, por edhe ka një rëndësi të madhe edhe politike dhe sociale.